fal namazin në shqip thot 100% të plot, a është i pranueshëm dhe të pesta namazet me zë. Atëherë, namazi falet siç e ka fal profeti alayhis salam. Thuhen fjalët siç i ka thënë profeti alayhis salam. Ndërsa shqip, ti në sejdë mund të lutesh pra shqip. Mund të shprehësh Allahut lartësuar nevojat, dëshirat që ke. Ndërsa fjalët tjera, namazit, pra tekbiri fillestar, surja Fatiha, thuhen siç e ka thënë profeti alayhis salam. Namazi është universal. Ndërsa lutjet që ti bën pastaj, ato bëj në çfarë gjuhë ti ke dëshirë. Pra lutesh shqip, i lutesh Allahut lartësuar shqip, Zoti i gjithësisë dëgjon gjithçka. Për sa i përket 5 namazet me zë, ne falim 3 namaze janë me zë, ndërsa 2 të tjera pa zë.